A e dini se në një javë hani, thithni dhe pini 5 gram mikroplastik që është e barabartë me peshën e një karte krediti? Nga vjen e gjithë kjo? Mikroplastikat janë gjetur në ujin e detit, në peshkun, kripën, birën dhe butakun. Po uji i pirshëm, 83% e mostrave të ujit të rubinetit dhe 93% e mostrave të ujit në shishe përmbajnë mikroplastik. Një nga hulumtimet e kryera nga organizatat jo fitimprurëse gazetareske ORB Media, në trupin tuaj mikroplastika lëshon substanca toksike të rrezikshme që po ju shkatërrojnë ngadalë. Ne e kemi ndotur kaq shumë planetin sa po ham plehrat tona, duke nënshkruar kështu dënimin tonë me vdekje dhe ato të fëmijëve tanë. Problemi i plastikës i pret të gjithë sot, por nuk mund të zgjidhet në formatin aktual konsumator. Por ne mund të ndryshojmë të gjitha këto. Bashkohuni me forumin Kriza Globale, jemi shenja njerëzore. Duam të jetojmë më 7 maj 2022 dhe së bashku do të ndryshojmë botën.